Politika e zis. A do ta trondit kjo grua skenën politike greke? Momenti mbarte nota teatrale, por rreziku ishte më së i vërtet. Maria Karistianou, nëna që u shndërua në simbol të kërkesës për transparencë në Greqi pas katastrofës hekurudhore të Tempit në vitin 2023, nuk është më thjesht një aktiviste. Ajo është tashmë një kandidate për të ngjitur në pushtet. Aksidenti i Tempit shkaktoi vdekjen e 57 personave, pjesa më e madhe e të cilëve studentë të rinj, kur një tren udhëtarësh u përplas kok më kok me një tren malrash në Greqinë qendrore më 28 shkurt të vitit 2023. Midis viktimave ishte edhe vajza 19 vjeçare e Karistianout, Martha. Ajo që pasoi ishte një nga lëvizjet qytetare më të gjata që Greqia kishte parë që nga koha e krizës financiare. Manifestime të mëdha, betejë ligjore dhe një fushat për llogaridhje, e cila ka përqeu vazhdimisht aftësinë e establishmentit politik për ta menashuar apo frenuar atë. Vitin e kaluar, Karistianoi në dalje në sheshe të qindra mijëra njerëzve në demonstratat më të mëdha që Greqia kishte parë prej vitesh. Muajin e kaluar, ajo e kanalizoi atë energji në lëvizjen Elpida ti Demokracia. Nga mjeke pediatre në një udhëheqëse anti-establishment. Përpara tragjedisë së Tempit, Karistianou ishte krejtësisht e panjohur për publikun e gjerë grek. Pediatre në Kalamaria të Selanikut, ajo ishte, sipas pacientëve që e njihnin, një mjeke e përkushtuar ndaj parimeve më të mira të mjekësisë moderne, e kujdesshme me antibiotikët dhe e vëmendshme ndaj asaj që organizmi mund të bënte vetë. Një nga pacientët e saj, Nefeli A, nënë e 2 fëmijëve, e kujton si një person që nuk jepte ilaçe nëse nuk ishte absolutisht e nevojshme. Po kjo natyrë i dha formë edhe mënyrës se si ajo e projektoi dhimbjen e saj në jetën publike. Ajo nuk u mjaftua vetëm me pikëllimin. Ajo hetoi, organizoi dhe ngriti padiligjore si në nivel kombëtar, ashtu edhe pranë prokurorisë evropiane, pasi arriti në përfundimin se drejtësia greke kishte dështuar. Vajza ime u doje gjallë, deklaroi ajo në tetor të vitit 2025, dhe në fashikullin zyrtar nuk ka asnjë referencë për zjarrin. S'ka asnjë akuzë për këtë, sepse kështu i intereson qeverisë. Në janar të këtij viti, sondazhet e nxirrnin atë 33% më të pëlqyer se sa vetë kryeministrin Kyriakos Mitsotakis, i cili mbeti në kuotën 26% dhe më të pëlqyer se çdo figurë tjetër politike në vend. Më 1 prill, ajo njoftoi zyrtarisht lëvizjen përmes rrjeteve sociale. Demokracia e re, e cila në zgjedhjet e vitit 2023 kishte siguruar 41% të votave, ka pësuar një rënije drastike të mbështetjes, e rënduar nga skandalet e korrupsionit dhe nga trashëgjimia politike ende e pasgjidhur e Tempit. Syriza, partia që dikur mishëronte energjinë anti-establishment, tani vegjeton në periferinë e skenës parlamentare. Rasti i saj përbën një paralajmërim për atë se çfarë ndodh kur lëvizjet e protestës përvetsojnë zakonet e institucioneve që synojnë të sfidojnë. Në këtë boshllëk, Karistianou e ka pozicionuar shpresën për demokracinë si diçka vështirësisht të klasifikueshme. Një lëvizje e ngritur jo mbi ideologji, por mbi kërkesën që shteti të përgjigjet për veprimet e veta. Që të jemi në gjendje të ndryshojmë gjërat, duhet të kemi mundësinë për ta bërë këtë. Po flasim për pushtet. Ky është objektivi ynë, u tha ajo mbështetësve të saj në Selanik. Ajo ka refuzuar aleancat me partitë ekzistuese dhe ka përjashtuar politikanët e karrierës nga radhët e saj, duke argumentuar se ata mbajnë të njëjtën përgjegjësi për situatën aktuale në Greqi. Për disa analistë, paqartësia ideologjike e partisë, statuti themelues i së cilës përfshin tema si familja, arsimi, shëndetësia dhe transparenca në prokurimet publike, pa një orientim të qartë të djathtë apo të majtë, nuk përbën dobësi, por është aseti i saj më i rëndësishëm strategjik. Në një kontekst ku votuesit po largohen njëkohësisht si nga e majta, ashtu edhe nga e djathta tradicionale, një lëvizje që kërkon me ngulm llogaridhënie mund të fitojë mbështetje nga të dyja krahët. Sondazhet sugjerojnë se kjo po ndodh që tani, me një përkrahje potenciale që shtrihet nga progresistët e zhgëngjur deri te konservatorët anti-establishment. Megjithatë, asnjë analizë ndershme e kësaj aventure politike të Karistianou nuk mund të anashkalojë problematikat e saj. Debati mbi abortin. Në janar të këtij viti, gjatë një ndërhyrjeje në Open TV,
Karistiano e cilsoi abortin si një çështje komplekse etike që përfshin si të drejtat e grave, ashtu edhe ato që ajo I quajti të drejtat e fetusit, duke kërkuar një konsultim publik për një çështje që është rregulluar me ligj në Greqi që nga viti 1986. Reagjimi ishte I menjëhershëm dhe I gjithanshëm. Si qeveria, ashtu edhe opozita këmbëngulen se kjo çështje ishte e mbyllur. Deklaratat e saj ishin të matura, por duke kuadruar jetën e fetusit